Më 3 mars përfundon afati ligjor për kërkesat për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje nga viti 2011 deri në vitin 2018. Nga Komuna e Tetovës kanë bërë apel deri tek të gjithë ata qytetarë që nuk kanë përfunduar dokumentacionet që të përfundojnë, sepse më pas nuk do të mund të legalizojnë objektet e tyre që kanë qenë pa leje dhe janë në procedurë për legalizim. Ftohen me këtë rast qytetarët që të respektojnë dhe afatet, sepse më pas objektet e tyre do të jenë të pa legalizuara dhe nuk përjashtohet mundësia që të njëjtit të rënohen. Aktualisht në proces është mundësia e fundit për të gjithë qytetarët të cilët kanë parashtruar kërkesë për legalizim deri te Komuna e Tetovës, procedura e të cilave për shkak të mungesës së dokumentacionit është ndërprer më herët që të shfrytëzojnë afatin ligjor dhe të kompletojnë dokumentacionin e nevojshëm. Ligji për procedim të objekteve të ndërtuara pa leje vlen deri në 3 mars, thonë nga Komuna e Tetovës. Nga pushteti lokal në Tetovë, theksojnë se gjithsejt janë parashtruar 14.542 kërkesa për legalizim të objekteve pa leje, ndërsa rreth 3.000 janë në proces të realizimit. Deri tani nga gjithsej 14.542 lëndë, 3.000 janë të cilët nuk janë përfunduar dhe gjitha këto lëndë kanë probleme pronësore juridike si dhe mungesë të dokumentacionit. Ju bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të dorëzojnë dokumentet e nevojshme që të mund të njëjtat objekte të legalizojnë, pasi në të kundërtën do të mbyllen dhe këta objekte do të llogaritën objekte pa leje. Më tej nga Komuna e Tetovës pohojnë se pjesa dërmuese e lëndëve që janë dorëzuar për legalizim janë brenda në qytet. Lëndët që nuk janë përfunduar më shumë kanë probleme pronësoro-juridike. Shumica e objekteve janë në qytet, prandaj edhe është shumë e rëndësishme ky njoftim që qytetarët të dorëzojnë dokumentet e nevojshme dhe të legalizojnë objektet e tyre. Më shumë janë mungesë dokumentacioni, por kryesisht janë probleme pronësore juridike. Nga Komuna e Tetovës thonë se të gjithë personat apo subjektet që kanë parashtruar kërkesë më herët dhe nuk kanë mundur të realizojnë të drejtën e tyre për legalizim, tani kanë mundësi që të shfrytëzojnë dhe afatin e fundit për të kompletuar të gjitha dokumentet e nevojshme, që kërkohen konform ligjit për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. Me këtë rast, Komuna e Tetovës fton të gjitha palët që të drejtohen në komunë, të informohen për statusin e kërkesës së tyre dhe të vazhdojnë me procedurat e tjera.